Banorët e rrugës Riza Hoti në fshatin Dobraçiri në bashkinë Shkodër kërkojnë që të rikonstruktohet një rrugë e cila është lënë në harres prej 30 vitesh. Kërkesa e tyre lidhet me një investim që po bën Bashkia Shkodër në rrugën e Hidrovorit dhe duan që investimi të përfshijë edhe rikonstruksionin e rrugës Riza Hoti me gjatësi rreth 400 metër. Se duhet më investuar se s'bën se na rrugën kështu s'punë lam se na prishën makinat kë është drejt më na masi ka investuar gjithkund harxhohet ton kjo parë. Më balë kjo gërim rrugë të që në shërben tonë të në shpijave, se këna bo shpijat të 25 vjetë. Nuk është nërhyja si herë? I herëve që këna bo na privatisht, po për gjithë vjetë investojme që bijem qakullë, që varëm të dhe në 300 euro, shkon në vjetë që edhe se di, edhe se majmë si duhet. Se na, këna 26 vjetë që këmë varë këto, vetëm uje balë këna pasë rrugët. Ne këna riparuë, munduë, shtetës ka vozë. Alo, kërkojmë me bon të mënë si për njërës. Se në kështu për balë të kalojmë se kalojmë, po duhet asfalt me i pjatë se fëmija zbathon kalënuj. Makina qartën, në gjithë njëri dhe të mirën. Kjo pjesë rrugë se është pjesë shumë e shkurt, e ka kupto, tu ju favorizua edhe nga rruga e ujësirësit që janë degzimi shkurt afer kësaj, me cesitet edhe rruga aty kryesisht, kërkoj edhe për ata, si që johet dhe në fund, se janë njës, se ka pas, onë kanë vetëm diri që du. Me shtru edhe këtë degzim në përmes asaj, nuk e ka zorë shteti edhe po su bon me këtë rast, na nuk e di se kur bot jashtë ne bonshim, na plesë si kemë metë ka 70 vjeqa që e dashe brapa. Banorët e rrugës Riza Hoti prej vitesh kërkojnë që bashkia të hartojë një projekt për rikonstruksionin e saj, por deri tani ende nuk është marrë asnjë përgjigje pozitive lidhur me problemin e tyre.